kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar atë që ai e quan foltore. Një nga momentet që ka tërhequr më shumë vëmendje ka qenë dashuria e madhe e një simpatizanti të Partisë Demokratike kundrejt Berishës. Teksa ka marrë fjalën, ai është shprehur se Berisha sipas tij është i vetmi të cilit ai i beson që mund t'i dali përballë kësaj të lige e këtyre kriminalëve që po i pinë gjakun shqiptarëve. Teksa në fund të fjalës së tij ka thënë: "Të dua shumë Sali Berisha, të dua më shumë se babain tim." Kjo gjë ka shkaktuar duartrokitje në sallë. Fjala e plotë e simpatizantit të Partisë Demokratike. Ky është një njeri që është i vetmi njeri që mund t'i dali përballë kësaj të lige, këtyre kriminalëve që po i pinë gjakun shqiptarëve. Nuk ja kam besën dhe nuk ja kam besimin dhe shpresën askujt më shumë se sa ti. Të dua shumë Sali Berisha, të dua më shumë se babain tim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.